الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ولو كره المشركون. وبعد، يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته: استعيذ بالله بسم الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ويقول تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين. Në të vërtet falënderimi takon Allahut, ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe paqe kërkojmë. Dëshmojmë se atë cilin e ka drejtuar Allahu mandueshëm nuk ka qenë mboçi të humb, dhe ai i cili ka humbur për shkak të mëkateve të veta nuk ka qenë mboçi ta drejtojë veç Allahut mandueshëm. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi i biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguari i Allahut mandueshëm, e ka përzgjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hynor islamin. Dhe ka përcjellur atë ashtu siç dështe vetë Zoti i gjithësisë. Allahu mandueshëm urdhëron e thotë në Kur'an: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dhe kërkoni ndihmë, ktheuni tek Zoti duke i kërkuar ndihmë atij nëpërmjet durimit dhe namazit. "Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in." Dhe ajo me të vërtetë është shumë e rëndë, shumë e madhe. Pra për njeriu namazi diçka shumë e madhe, shumë e rëndë. Illa, përveç kujt? Illa 'ala al-khashi'in, përveç atyre që e falin namazin me përjetim me Zotin. El khushu, do ta shpjegojmë. Alladhina kush janë al-khashi'un, të përkushtumit namaz, të përdjegurit namaz, të përvluarit shpirtërisht namaz, ata që e përjetojnë namazin. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ata që janë të sigurt se do të takohen me Zotin. Alladhina yadhunnun ay yatayaqqanun, ata me fjalë që janë të sigurt në takimin me Allahun e Madhnueshëm dhe janë të sigurt me fjalë se do të kthehen tek Allahu i Madhnueshëm, Zoti i gjithësisë. Gjithashtu thot Allahu i Madhnueshëm, i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam: "Ya ayyuhal muzammil, o ti i mbuluar, ngriu dhe falu natën, gjithë natën përveç se pak, gjysmën më shumë apo më pak, dhe këndoje Kur'anin me tertil, me atë lloj këndimi që të mundson që ta shijojë edhe veshi jot, po edhe shpirti jot, dhe të mundson që ta meditosh thellë." Dhe në fundi thot Allahu mandueshëm: "Inna sanulqi alayka qawlan thaqila." Dhe ne mbi supet e tua do të hedhim një thënie me peshë të madhe, me peshë të rëndë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam urdhon e thot: "As-salatu imadud din." Namazi është shtylla e fesë. Namazi është shtylla e fesë. Të gjithë ne pa përjashtim e dim se namazi është shtylla e fesë. Mirë po, për të futur drejt për së drejtë në thelbin e kësaj teme të sotme, për të kuptuar edhe më tepër namazin si shtyllë, duhet të kuptojmë edhe më tepër atë çka mban kjo shtyllë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Es-salatu imadud din." Namazi është shtylla e fesë. Po ç'është feja vallë? Feja, Allahu mandueshëm na thon në Kur'an: "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Feja e vetme tek Allahu mandueshëm është Islami. Feja e vetme tek Allahu mandueshëm është Islami. "Wa ana qimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi." Dhe realizojeni fenë dhe mos u përçani në të. Kur ndjekim dhe mbledhim apo grupojmë ajetet kuranore që kanë përmend fjalën din në Kur'an, fjala din, dhe ne shqiper përkthejmë fe, nuk ka parasysh thjesht besimin, nuk ka parasysh thjesht rritet, nuk ka parasysh thjesht disa veprime ditore, nuk ka parasysh thjesht namazin dhe agjërimin, haxhin apo zakatin, po ka parasysh të gjithë sistemin hynor që e përmban Kur'ani dhe për cilin është urdhëruar ummeti musliman për të realizuar si sistem faqe të dheut. Për me thanë më drejt për drejt, dini është gjithçka që ka përfshi jeta njerëzore pa përjashtim dhe e ka përfshi feja Allahut mëndshëm. Dini ka parasysh aspektin shpirtëror. Pra këtë aspekt që e ka përfshi Kur'ani dhe Sunneti pejgamberit alayhis salatu wassalam.
në aspektin e asaj se çka lumturon shpirtin dhe zemrën dhe çka e përllos atë. Dini përfshin mendjen në aspektin e asaj se çka e lartëson atë prej dijeve dhe njohurive dhe çka e poshtron dhe e ul në ngrata shumë të ulta. Dini përfshin trupin e njeriut me gjitha etika dhe morale që i duhen për ta mbajtur në kam dhe për ta zbukuruar. Dini përfshin arsye njerëzore, dini përfshin jetën bashkëtorë, dini përfshin jetën familjare, dini përfshin jetën ekonomike dhe financiare, dini përfshin paqen dhe luftën, ekonominë dhe politikën, dini përfshin marrëdhënien ndërkombëtare, dini përfshin të gjitha zhvillimet njerëzore deri në ditën e Kiametit. Ma farratna fil kitabi min shay, thot Allahu më mënshëm. Nuk kemi lënë gjë pas sqaruar këtë libër. Wa anzalna al-Qur'ana tibyanan li kulli shay, dhe kemi zbritur librin sqarim për gjithçka. Tabarakalladhi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. I lartë madhruar është Allahu më mënshëm, Zoti i gjithësisë, që e ka zbritur Furqanin, ndarsin mes mirës dhe të keqes, robit të tij, që të jetë paralajmërim për gjithë njerëzim, për gjithë botrat. Pra Kur'ani është kjo madhështi, feja për rjedhoj, është kjo madhështi, kjo është feja. Kjo është feja, mbi gjitha është farë, urdhër për të mirë dhe ndalim nga e keqja për gjithë njerëzin. Është farë, është udhëzim, është dritë, është orientimi i gjithë njerëzisë tek Allahu mëndueshëm tek Zoti i gjithësisë. Është farë, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk kemi dërguar përveç se mëshirë për gjithë botrat. Është farë feja. Metodë se si me komuniku me Allahun e mëndueshëm, edhe kur ke problemet tuaja të brendshme edhe të jashtme, edhe kur ke problemet tuaja familjare, bashkëtorë, me fëmijët, me të madhin, me të voglin, me vllahun dhe me motrën, e ken fe. Edhe problemet që dalin gjatë rrugës për të realizuar një synim caktuar, e ken fe. Objektivat që do me synu apo do me realizu në rrafshin individual, familjar dhe shoqëror dhe në rrafsh ummeti, e ken fe. Ngritjen e ummeteve dhe civilizimeve se si ngrijen e ken fe, edhe se si rënohen dhe shkatrohen e ken fe. Edhe këto që po përjeton sot njerëzia prej këtyne rënimeve dhe shkatrimeve të mëdha, edhe këtë fazë që po përjeton civilizimi bashkëkohor, këtë rënim dhe këtë shkatrim dhe këtë devijim dhe degradim edhe konceptual dhe intelektual, edhe shpirtëror dhe moral që po e çon vetë civilizimin në një tatpjet me i fjalë pa frena, dhe nuk e di edhe vetë se ku po përfundon, po inshallah Zoti na nxjerr ne me selamet, edhe këto e ken fe. Por një kohësisht se si me e shpëtu këtë njerëzi, se si me ungrit edhe një civilizim i ri, me e shpëtu këtë njerëzi nga gremina dhe nga humnera e pafundme, si me e shpëtu nga xhehenimi i kësaj dynjaje dhe botës tjetër, si me ja heq fitilin e luftrave që po mundohen natë ditë me ndez, dhe me i dhuru botës paq, si me e zhvillu një popull dhe me e çu përpara, me i dhanë progres gjitha fushat të dijes, shkencës, të ekonomisë, të moralit dhe të etikës dhe të familjes dhe shoqërisë, edhe këto e ken fe. Si me analizu dhe komentu çkumen, dhe si me e ndërtu të tashmen, dhe si me ecë përpara në tardhmen, edhe këto e ken fe. Vështësi që na dalin në rrugët tona, apo në rrugën tonë për të realizuar një qëllim dhe synim caktuar, apo një projekt caktuar, e ken fe. Pra vetë feja, nga thot ne, Kurani libri Allahut mëndueshëm që s'ka në gjë në dynja që qëndron përballë fesë Allahut mëndueshëm. Do zgjidhje ta jep zgjidhjen, do realizimin e synimeve ta jep. Ke probleme në gjitha nivelet e rrafshet, prapi ken fe, mund t'i zgjidhësh pa problem. Kjo është feja. Tashi e kuptuam që është feja. Inna dina inda Allah l-Islam. Feja vetëm është Islami, do me thanë, feja e vetme që jep zgjidhjet adekuate dhe të përshtatshme, të plota dhe të përsosme, gjithdimensionale, universale dhe të ekuilibrume, dhe të përjetshme dhe të pacënume, është vetëm Islami. Këto e ke vetëm në Islam, vetëm Kur'an dhe Sunet pejgamberit alayhis salam. Inna dina inda Allah l-Islam. E vetmja fe që jep zgjidhje për gjitha ngjarjet është Islami. Edhe për ngjarjet aktuale është Islami që jep zgjidhje. Dhe këto problemi po e përjeton sot bota është sepse është larg Islamit. Dhe ne këtë duhet ta themi me gojën plot. Dikur disa muslimanë ngretën zanin diku atje, Islami është zgjidhja, fillon të utall. Ndodhen ca ndryshime të mëdha, që u pasun edhe me këta ndryshime të fundit. Diktatura që si ka pa na erë njerëzia, tashtu e po e kupton veçarisht bota islame dhe arabe, që me gjithmen tek Islami është zgjidhja.
Pra ne dhe shikojmë o xhamat, këto 2 ndjet mëdhaja edhe gjatë muajit Ramazanit në Shqipëri, po edhe në Europë, edhe në Amerikë, edhe në përbot, por të kthy tek feja Allahut mandushëm, sepse tashmë me fjalë edhe vetdia kolektive, humane, globale, e ka kuptu, pra kjo ndërgjegje kolektive globale e ka kuptu, se zgjidhja është vetëm tek Islami, dhe Islami ofron ato zgjidhje madhore universale që si ofron asnjë fe tjetër. Kjo është feja. Tashi kjo feja, që na e përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, është ndërtuar mbi çfarë? Mbi namazin. Subhanallahu, gjithë kjo feja, mbi këtë namazin që falim ne, ky namaz që falim 5 herë në ditë, falim xhuman, edhe në për Bajram, kjo e fan e mban fen kam, subhanallahu. Mjafton të bësh këtë qasje për dalë në konkluzionin, pra për të kuptuar me se sa i madhërisëm është namazi. Pra ne thot Allahu manushëm, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dhe ky urdhër këtu është urdhër çfarë? I pa kufizuar me gjendje. Nuk thot Allahu manushëm kërkon ndihmë me namaz, me sabër dhe namaz kur je smur, kur je shtet jo. Nuk thot Allahu manushëm kërkon ndihmë me sabër dhe namaz kur je pa lek, kur ke lek jo. Në të gjitha rastet kërkon ndihmë, pse? Sepse kur e kesh, kur nuk je mirë me shnet, duhet me kërkon ndihmë se të bën nevoja. Por e kur je mirë me shnet, kërkoj prapë Allahut mandushëm ndihmë me sabër dhe namaz, se mazal nuk ka di vlerën. Dhe një nga vështirësitë më të mëdha të njeriu është çfarë? Me ditë me javlin, me ditë vlerën asaj që ka në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është sfida më e madhe. Kjo është sfida Kërkoni Allahut mandushëm ndihmë me sabër dhe namaz, edhe si individ, edhe si shoqëri, edhe si ummete. Edhe kur jeni shumë, edhe kur jeni pak, edhe kur jeni të fuqishëm, edhe kur jeni të dobët. Me namaz, me durim edhe me namaz. Me durim edhe me namaz. Do me thanë gjitha zhvillimet njerëzore, ne ku i kryjmë o xhamat, ku a gjem zgjidhjen, ku e gjem drejtimin, ku e gjem dritën e tyre, namaz. Për të na thënë Allahu mandushëm se gjithë zgjidhja është tek feja, mi për mënyra e vetme, por me ditë me i marrë këto zgjidhje të fesë, është farë, me ditë me e falë namazin ashtu si që duhet. Allah? Kështu që ka? Edhe me gjithmen. Ata që din të falin namazin ashtu si që duhet, vetëm ata janë gjendje me e pikas zgjidhjen e njerëzis tek Islami, por njëkohësisht ka diçka këtu sfida. Kush është? Teorikisht e pikas. Muhabeti është me i fjalë me e pikas, edhe me vazhdu t'ja injektosh, t'ja mëkosh këtë zgjidhje të kësaj feje, pra tit Islami, kësaj njerëzije, sa ti është gjallë deri në ditën e Kiametit. Pra ne prapë na thot Allahu mandushëm, edhe kërkoni Allahut mandushëm ndihmë nëpërmjet çfarë? Durimit dhe namazit. E pikasëm zgjidhjen tek Islami. Për gjitha sfida dhe problemet që ka njerëzia. Këtu fillon sfida e kujt? Sfida e implementimit. Shumë të smur shkojnë ke mjeku. Sot me diagnostifiku një smundje, në përgjithësi është shumë kollajt. Madje këto mjekët e përgjithshëm i hajbin shkurt, të bëjnë një skaner, të fut një 400.000 apo 500.000 me lek analiza, edhe kur i thosh po ti çfarë roli ke si mjek i përgjithshëm. E rëndësishme dalim këtë tema jonë. Edhe të nxjerr konkluzionin, kjo është diagnoza. Ta përcakton edhe ilaçi, mos ish me ato më të shtrenjta. Faktikisht kemi të bëjmë me shkelje të mëdha, të kujt, të gradualitetit edhe në kurim. Fillohet nga ilaçi më i thjeshtë tek më i përbori, por të pasë si reagon trupi. E rëndësishme, prapë dolim nga tema. Kthehemi ke tema jon. Shkoni smuri tek mjeku, ja përcakton diagnozën, ja përcakton edhe recetën. Problemi është pse me fja kjo recetë nuk e jep efektin, sepse vetë i smuni shumë raste nuk ka durim me zbatuar recetën me shku deri në fund. E fillon antibiotikun dita e parë, dita e dytë, shkon deri në gjysmë ditës së tretë, shef su përmirësua e le antibiotikun fare. Dhe haron se antibiotiku e jep efektin deri në ditë. Kur ta sosësh, mbaroje. Ne gjithë kënojmë 17 herë në ditë surën Fatiha. Gjithë zgjidhjet e njerëzisë i kemi në aty. Ke sura Fatiha. Pyetja është pse gjendja në përgjithësi e muslimanëve është kjo që është, apo shumë vete. Problemi ku qëndron? Sepse nuk dim me e fal namazin në atë lloj forme, që na mundson ne që kësaj zgjidhjes t'i dalim fund. A ka probleme në dynja pas zgjidhje? Gjitha janë, i kemi prezente në feja e Zotit. Ku është problemi? Mungesa e qëndrueshmërisë, mungesa e sabrit, mungesa e këmbguljes, mungesa e vullnetit, mungesa e forcës, mungesa e dritës, mungesa e forcës brendshme,
e vetdijes brendshme për t'i shkuar zgjidhjes deri në fund. Këtë ku e marrim, këtë lloj force të veçantë, namaz. Për këtë falim namaz. Edhe për këtë duhet falim namaz. Pra na thot Allahu mëndueshëm, qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Janë të shpëtuar ata besimtarë të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar. Që është përkushtimi? Na shpjegon pjesa tjetër ai kuranor tek surja Bekare. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Kërkonin ndihmë me sabër dhe namaz. Dhe me të vërtet namazi është i rand. Kur bëhet i rand këtu do ndalemi pak sekonda me këtë ajet kuranor të madhrishëm. Kërkonin ndihmë me namaz, me sabër dhe namaz. Dhe me të vërtet namazi është i rand. Tham para një hutbe ose dy hutbesh. Kujdes nga qasja sipërfaqësore formale ndaj fesë. Pse? Bëhet feja shumë e rand. E ka të vështirë njeriu 5 herë në ditë me bë gjimnastik. Ka gjimnastikën që bëjmë ne, në thojza. Është shumë e vështirë. Ajo që të bën ta bësh me qejf dhe të vish në xhami me qejf dhe të falësh 5 herë ditë me fjalë, me kënaqësi kush është? Jeta me Zotin në namaz, el khushu'. Po ka edhe kjo fjala khushu' është gjendje me Zotin, që të mëson që ti gjatë namazit të jetosh me Allahun e mëndueshëm. Mi po çka të mundon me çka të mundson që të jetosh me Allahun e mëndueshëm në namaz? Bindja se çfarë? Alladhina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Ata që janë të bindur se me Zotin e tyre kanë më u taku dhe tek Zoti i tyre ata do të kthehen. Do me thanë ky lloj imani na bën ne që ne kur të futemi në namaz, ta falim namazin sikur e shikojmë Allahun e mëndueshëm me sy, sikur po flasim në mënyrë të drejtë për drejtë me Allahun e mëndueshëm. Thot vetë pejgamberi kur futesh në namaz, e ke Allahun e mëndueshëm ballë për ballë dhe Allahu nuk shputet prej teje derisa të shputesh ti prej tij. Kjo është gjendja e muslimanit në namaz. Dhe ky lloj namazi, çai mundson njeriu, i mundson njeriu që të marrë atë lloj energjie që e shndron pastaj në një dinamo me energji të pashtershme. E kemi thënë para dy hutbesh kur muslimani arrin me vënë kokën sejdë, potencialisht bëhet i pathyeshëm sa është gjallë. I pathyeshëm. Muslimani që vënë kokën sejdë, ai bëhet i pathyeshëm. Nuk ka gjë që e thyn, nuk ka vështirësi në dunja që e mund. Pse? Sepse e ka lidh mendjen, shpirtin dhe vujudin e tij me kë? Me burimin e pashtershëm të forcës dhe të energjisë që është Allahu i mëndueshëm Zoti i gjithësisë. Fut këtu brenda në këtë komunikim, këtë gjithë dimensionalitet të kujt të dynjas dhe të ahiretit, fut këtu edhe misioni për cilin të ka dërguar Allahu ti po e fal namazin për çfarë? Për të realizuar misionin e adhurimit në tokë dhe misionin e përhapjes të vërtetës në faqe të dheut. Dhe këtë ti realizon nëpërmjet kujt? Nëpërmjet namazit. Edhe sa më shumë ti kërkosh Allahut të mëndueshëm nëpërmjet namazit, aq më shumë ti jep Allahut të mëndueshëm o xhamat. Në shumë raste ne s'dim me i kërku Zotit. Nuk dim me i kërku Allahut. Çfarë thot pejgamberi? Men ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqah. Kush realisht e do takimin me Zotin, Allahu mëndueshëm do takimin me të. Do që Allahu mëndueshëm të të përdor për çfarë? Thjesht për të marrë me veten tënde, aty rri. Do që Allahu mëndueshëm të të përdor për të mirën e muslimanëve dhe të njerëzisë, ta jep, nuk e ka problem. Do që Allahu mëndueshëm të të bëjë me fjalë urdhrues për të mirë dhe ndalues ka ta jep Allahu mëndueshëm. Do dynja ta jep Allahu mëndueshëm, do sundim ta jep Allahu mëndueshëm, do rregullim tok ta jep Allahu mëndueshëm, nuk e ka ku të kufizuar Allahu mëndueshëm. Mi po duhet me ditë me ja kërku. Si nëpërmjet namazit, pra ne duhet me ditë me fal namaz. Dhe prandaj falim namaz. Pejgamberi alayhi salatu wassalam Allahu mëndueshëm i zbriti Kur'anin. Këtë Kur'an që po tu a kishte zbrit me i fjalë edhe malet do të kishe parë me i fjalë çfarë? Duke u dridh dhe duke u ça nga ndroja për Allahut mëndueshëm. Kaq i madh është Kur'ani, sepse të vërtetën e ka kaq të fortë, të fuqishme, të koncentruar, të majme. Një vërtet që s'qëndron gjë përballë saj, nuk ka errësirë që mund të qëndrojë përballë të vërtetës Kur'anit. E gjitha dal nga dal filloi tu ja zbrit Allahu mëndueshëm gjithë kujt? Muhammedit alayhi salatu wassalam. Mi po me një herë pas surës parë Iqra, lezo, çai zbriti Allahu mëndueshëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil, o ti i mbuluar. Qumil lejle illa qalila. Ngriu natën përveç se pak. Falu, natën falu. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ma shumë
gjysmën ose më pak se gjysmë. E uzit alehi, apo më tepër se gjysma, u arattilil Kur'an e tërtila, dhe këndoje Kur'anin me tërtil, pra në atë lloj forme, siç e tham më sipër, që edhe ta shijoj veshi dhe shpirti, pse kjo të jep mundësinë me çfarë, me namaz dhe me lexim Kur'ani, ti je në gjendje me mbajt mbi supe me sukses këtë mision të madh që ta ka ngarkuar Zoti. Fjala e Zotit. Libri i Allahut Mandushëm, në cilin është njoftimi për ato që kanë ndodhur më përpara, dhe është lajmi dhe paralemrimi dhe për ata që do vinë më mrapa, pra zgjidhja e gjithçkaje. Ku bëhemi të gatshëm dhe të aftë me mbajt këtë dritë mbi shpatulla, mbi supe, njëkohësisht edhe këtë privilegj, rreth është privilegj. Dika për shembull ngarkon me një detyrë që është privilegj shumë i madh, e vret. Ka raste të vdeset nga çfarë? Nga emocione e ankthi. Pse? Nuk e sheh veten. S'ka takat me mbajt. Ai është privilegj i madh fatikisht. Po s'ka takat me mbajt. Kurani ishte privilegj shumë i madh për Muhamedit dhe për njerëzin. Duhet takat me mbajt. Ku e marrim këtë takat? Namaz. Aisha radhiyallahu anha thoshte, sa herë pejgamberin alayhis salatu wassalam hazabahu amru, do të thonë shtitën vështirësi diçka, me njëherë kthehej tek namazi. Rihna biha ya Bilal, o Bilal, na rahato me namaz. Na rahato çfarë? Nga hallet dhe derdhet e dynjas dhe të ahiretit. Ku? Namaz. Konceptimi i namazit në këtë lloj forme e bonte pejgamberin alayhis salatu wassalam mos ngopet duke fal namaz, nuk ngopet pejgamberi duke fal namaz. Si thot Hudhaifja, Zoti e mëshiroft, një ditë thot, ose më falë, një natë, pra u zgjova me pejgamberin alayhis salatu wassalam, u ngritëm bashkë me pejgamberin për të falë namaz. Filloi pejgamberi duke falë surën Bekare, duke falë me surën Bekare. Thash do e çoj deri në gjys, pastaj do bëjmë ruku dhe sejdë. Vazhdoi pejgamberi. Edhe me surën tjetër. Edhe me i fali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një rekat e fali me 4 suret e mëdha të Kuranit. Me fjalë pothuajse me 5-6 xhuze, një rekat namaz. Si është e mundur? Thot Aisha radhiyallahu anha ardaha fale pejgamberi alayhis salatu wassalam derisa edhe kamt i enjteshin i bëheshin mavi. Pyetja është si ka mundsi? Sepse pejgamberi nuk e ndjente o xhamat, nuk e ndjente se ishin bë kamt mavi, ishin enjt kamt duke rritur kamt. Pra shija që gjente në namaz e bënte që ta haroj edhe atë aspektin shpirtëror atë trupor. Nuk e ndjente dhimbjet e kamës. Një ditë pejgamberi alayhis salatu wassalam, pra natë, duke falë namazit, tha Aisha radhiyallahu anha ardha, o pejgamber, kur ja pa kamët e enjtme, pse po e bën me veten tënde këtë gjë? Ndërkohë që Allahu mandush që ti ka falë gjithë gjinafet që ke bërë përpara dhe ato që do vinë mbrapa. I tha pejgamberi, ja Aisha, e fela akunu abdan shakura, atë mos jem rob falëndërues. Pra vetëm këtë aspekt po të kapish. Po të meditosh me mirësitë e mëdha që na ka dhënë Zoti, ti e kupton me fjalë se falja, namaz, jo një natë, po përjetësisht duke ndet me kokën sejdë, nuk i dalim dot në falënderim Allahut mëndush. Pra ne dhe pejgamberi sa se falishte aq shumë, kam të enjteshin, po nuk i ndjente. Thot Aisha radhiyallahu anha ardha një natë pejgamberi sa se duke u fal, ju lag mjekra e tij me lot. Pastaj tha mu lagën edhe kam të mia, se ishte përballë ti. Pastaj u lag edhe shtrati. Pastaj u lag edhe toka nga lotë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nga e gjitha kjo, nga kjo lloj vetdije o xhamat. Nga kjo lloj vetdije që ka të bëjë me atë se namazi mban mbi supe gjithë këtë fe. Pra ne na thot pejgamberi alayhis salatu wassalam për ta përmbyll, as-salatu imaduddin. Namazi është çfarë? Shtylla e fesë. E kësaj feje për cilën formë drejtësh, shtylla. Do me thamë për qenë aftë me mbajt mbi supe, edhe si individ, edhe si umet, duhet me ditë me fal namaz. Duhet me ditë me fal namaz. Pra ne thot pejgamberi, lidhe me këtë koncept të fesë, që Islami është sistem, kjo është feja, shtyllën bazë ka namazin, duke pas parasysh se as kërkush s'mund ta mbaj dhe s'mund ta realizoj Islami si sistem, vetëm nëse ditë kuptoj ashtu siç duhet namazin dhe ta fal namazin ashtu siç duhet. Na thot pejgamberi men tarakaha faqad tarakat hadam ad-din. Men aqama ad-din wa men taraka hadam ad-din. Kush e lë namazin e ka lënë fen. E ka shin fen. Edhe kush e ngre këtë shtyllë e ka ngret fen. Do me thënë ai që di më u fal, di t'i japi hakun edhe fes,
ditë realizoj edhe fen. Ai xhamat, ai ummet që di me u fal, ai ummet është në gjendje me ngrit civilizim. Ai ummet që s'di me u fal, ai ummet me i fjalë me u fal 75 jetë, njëna mas tjetrës, ai ngelet në batak. Sahabët mësuan me u fal. Pra ne edhe Persinë edhe Bizantin i futën në flatrat e Islamit në më pak se 35 vjet, se dinin me u fal. Salahuddin Ejubi radhiyallahu anhu wa rahimahullah, një natë para çlirimit të Kutsit, filloi duke kontrollu çadrat e muslimanëve. Kur kaloi tek një çadër ku po faleshin njerëzit, me tertil dhe me përgjërim dhe Allahut mëndueshëm, duke ju lutur Allahut mëndueshëm me përgjërim dhe këmbgule, çfarë thoshte? Min huna yatina an-nasr, për këtu ka për ardhur triumfi, për këtu vjen triumfi. A në ato çadra ku shkote dhe gjete gallat, duke luajtur me letra e tjera. Thoshte për këtu kanë frikë se do na vi humbja. Sepse këto misionet të mëdha kërkojnë çfarë? Forcë të madhe o xhamat, qëndrueshmëri të madhe. Rruga e vetme kush është? Me ditë me fal namaz. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Filloj me emrin e Allahut më shpëlodit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortit e tij dhe gjithë ata cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Kështu le t'ju mësojmë edhe fëmijëve tanë edhe trive tanë namazin. Kjo është forma e vetme me shiju namazin dhe me i dhanë mundësi vetes me vazhdu rrugën fen e Zotit derisa të takohemi me të, duke qenë i kënaqur me ne. Çdo lloj përpjekje për ta transferuar vëmendjen lidhje me namazin tek diçka tjetër përveç këtij koncepti themeltar, e kemi humb namazin dhe bashkë me të kemi humb edhe fen. Allahu na rujt. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم عليك بالصهاينة المحتلين المخربين يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك mos harrojmë vëllezërit tanë në Gaza, të paktën nga duat tona, apo me çdo lloj mënyre që kemi mundësi, e kemi thënë dhe vazhdojmë të themi, çdo kush që do një të mirë ja gjen rrugën me e çun fund ose me e çun destinacion. Realisht situata në Gaza është shumë e rëndë, kriminalët e njerëzisë, kriminal të lig, sinik, të poshtër, që çdo lloj me fjalë termi të vjen gojë, nuk ngopet goja duke i cilësuar sepse janë aq të lig dhe të poshtër dhe maskare, kanë filluar të bëjnë masakra sërish. Por njëkohësisht me fjalë, këto lloj masakrash ndodhin ndërkohë që ata që realisht duhet të zgjasin dorën e mbështetjes për vëllezërit e tyre, po i mbajnë durt me fjalë kryq, ndërkohë me fjalë që duhet ta zgjasin dorën e mbështetjes me shumë forma dhe mënyra. Por kjo është detyrë e muslimanëve kudo që janë. Çështja e Gazës nuk është vetëm çështja e arabëve. Çështja e Gazës është çështja e muslimanëve kudo, edhe në Amerikë, edhe në Alaskë, edhe në Indonezinë, arqipelag, edhe këtu në Ballkan. Prandaj çdo njeri për ne vërtetëmenë se si me ndihmu dhe me i përkrah. E pak ta gjë në këtë ditë xumaja, apo kur falim namazin, veçanërisht namazin sabah dhe t'yacis, me fal namaz duke u lutur Allahut mëndueshëm për ta, që Zoti t'i ndihmojë dhe t'i përkrah dhe të realizojë premtimin e tij për robët e tij, besimtarët, siç thot Allahu mëndueshëm, kanë hakun alejna nasrul mu'minin. Dhe ne ja kemi bërë hak vetes tonë, kemi bërë detyrë me ndihmë dhe me i përkrah besimtarët. Pra ne li të lutemi Allahut mëndueshëm që t'i përkrah dhe ti, ndihmoj edhe me forma të tjera, edhe një herë theksoj, kush ja do të mirën vllaut vet, gjen mënyra se si me ja çut mirën në vend. Wa aqimis salam.